Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 26 janar të 2026. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për qenë e mbar sepse në radhë parë na mëson shumë nga e kaluara. Na mëson shumë nga çështjet dhe problematikat e hidhura që kanë qenë ndërkohë. Por kjo ditë, që nuk e thon shumë, çfarë do thon, ka një ndikim shumë madh sepse Neptuni shkon në shenjën e Dashit. Dhe Neptuni në shenjën e Dashit, që do qëndroj nga tani deri në vitin 2039. Do jetë në shenjën e Dashit. Neptuni është sinjalizuesi dhe zhvendosi kolektive drejt ndryshimeve të mëdha që vijnë. Apo çështjet që kanë të bëjnë në një shenjë Dashi, imagjinoni Neptunin, që është impulsiv, është ndikues, është dashi nga vetë struktura, nevojku për shpejtimi, ndryshimi. Por nëse do kuptojmë çfarë ka ndodhur në shprehje të lirisë, Neptuni në Dash mund të frymëzojë luftra, lëvizje të reja për liri, por gjithashtu mund të turbullojë disi gjykimin tonë. Në histori është shoqëruar me luftra kur kemi pasur ndikime planetare për shembull të Neptunit në Dash. Po të kuptojmë në pak të kthemi në retro shekuj më përpara në lidhje me luftën civile amerikane që në vitin 1861 që filloi lufta civile deri në vitin 1865. Pra kjo ndikon, po të vini re dhe sot kur fillon shenja në shenjën e Dashit. Shikojeni pak se si gjërat vijnë, kur ka qenë në Dash, është në Dash tani. Të tjera të kuptimet janë krejt ndryshe. Do shikojmë shumë gjëra deri në 2039, ku do të kuptoj, ku do të sinjalizoj, e shumë gjë. Për ne unë e them që çfarë dhe se pse jemi në Europë dhe pse jemi pjesa e aja nga gjitha anët, edhe pse duket shumë. Por kocka e fortë i qëndron stuhisë, i qëndron pashëdimësisë dhe çështjeve madhore që ndodhin në kohra të vështira. Pra se të fillojmë parashikimet e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashikimet e detajuar, pikërisht astrologo.al, aty keni detajet, e shikoni, mund të shikoni se ku ju pëlqen, ka paketë juve dëshironi, dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt pas së drejti përgjigje në gjërat që juve dëshironi. Megjithatë, keni dhe disa çështje madhore, për shembull, që presupozoj ndikime momentale dhe ato janë mjaft të ndikuara në lidhje me çështje, sepse ndonjëherë juve mund thoni që o mirë më Jorgo, ja e bleu unë të paketën kur flas si flas. Sa orë që është dhe kurse e të spjegoj pak. Por kur blini paketën tuaj, nuk ka kufizim ora sa orë do flasim. Nësi ka të zgjidhin problemin. Kur ka ndodhur fenomeni, kur ndodhet tani dhe çfarë mund të bëni që të dilni nga problematika. Kjo është që neve bëjmë. Duke bler paketën tuaj dhe pastaj shikojeni një sypse. E kuptoni pastaj do të thoni që me të vërtetë pas së drejtë. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt pas së drejti me juve, dhe juve kërkoni një të dërgoni një mesazh. Atëherë, duke dërguar mesazhin, dhe numër përkatës të shikoni aty dhe dërgoni mesazhin direkt, sepse e shikoni duke na bërë subscribe. Jeni gati pastaj për të folur ose për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen drejt pas së drejti. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës të Dashit duket se ka diçka shumë pozitive dhe kjo do të keni mundësinë për marrjen e vendimeve të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me gjëra të rëndësishme që juve keni tani e tutje, dhe kjo do të thotë vendime ose më saktë periudha
ku ndodhin fenomenet edhe mundësit që jepen në kohën e duhur në çështjet madhore që mund të keni, dhe një nga ndryshimet dhe vendimet që mund të merrni është koha e duhur në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund të merrni në anën tuaj, në lidhje me takime, në lidhje me ndryshimet e një pasqyrshme që keni, dhe është një javë mjaft surprizuese për disa, dhe për disa është mjaft e mirë sepse do të zgjidhni disa probleme të pazgjidhura më përpara. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditësit të parë, por dhe me virgjëresht. Por gjithsesi, dashi gjithmonë ka qenë dhe është ndikues, rrezatues, por tani me Neptunin në shenjën tuaj bëhet disi, do shikoni dhe vetë pse. Po lumë ata që kanë dash në punë dhe mirë ata që nuk i kanë pas ditë vlerën dhe kërkojnë të falur, por ndonjëherë vështirësi kanë vështirësi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por juve të shenjës së demit, të duket se kjo periudhë është një periudhë ku rrezatimi dhe ndryshimi, mundësia dhe rëndësia janë gjëra shumë të ndikuara në anën tuaj, për punën, për karrierën, për vendimin që mund të merrni, sepse është një vendim mjaft pozitiv, juve i keni gjitha mundësitë. Në fakt, për sa përket anës ekonomike dhe financiare, ose për sa përket disa gjërave që mund të mos jetë ajo çka pritet, mund të mos jetë ajo çka juve rregulloni, rrezatoni për veten tuaj, por është dhe momenti i duhur mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha që keni tani tutje, është momenti dhe koha e duhur si stabilizimi, konkretizimi i lidhjeve afatgjat, konkretizimi i gjërave të mëdha që do të keni, por mundësitë janë ata që do t'ju bëjnë të ndjeni superior në anën ekonomike financiare. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dashjet e ditësit të parë, me ujorët e ditësit të tretë, është një kohë shumë e përshtatshme dhe mjaft pozitive në ndryshime, në takime, në vendime që do të keni, do t'i merrni tani tutje kur është një moment shumë i mirë dhe mjaft pozitiv në ndryshime dhe vendime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmt e ditësit të parë, me ujorët e ditësit të tretë është perfektja dhe koha e duhur për të zgjidhur problemin që mund keni pasur ose problemet të ndryshme që mund keni pasur, dhe është koha, momenti ideal për vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmt e ditësit të parë, ujorët e ditësit të tretë është koha juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, megjithëse binjakët tani tutje kanë mundësinë ose japin rëndësi punës së tyre, japin rëndësi takimeve, bisedimeve të rëndësishme që ata kanë, momentin e duhur për sa i përket zgjidhjes dhe çështjeve të mëdha financiare dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë në fushën e karrierës, do të ndikojnë në vendimet që do të merrni, në vendimet shumë të rëndësishme që do të keni, dhe tani tutje është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve afatgjat dhe jo vetëm. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Gaforja e dashura, nëse keni mundësi, nëse kohën e duhur tani, mundoni që të keni disa gjëra që do të keni mundësinë, në fakt, në lidhje me punën tuaj, lidhje me disa persona të ndryshëm që mund të bisedoni, se jeni në role drejtuese, pak rëndësi ka nëse tjerë flasin për juve ose ju kundër tjerëve. Është shumë e rëndësishme ekonomia, është shumë e rëndësishme ajo çka jeni dhe ku jeni ju. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep të ditësit parë është perfekte, një moment i caktuar që mund të keni ka të bëjnë shumë me peshorët të ditësit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket shenjës së luanit, megjithëse luanët duket se kanë një ndikim shumë të mirë, kanë një ndikim mjaft pozitiv, një ndikim të rëndësishëm ekonomiko-financiar, dhe kjo do thotë vazhdimsi, kjo do thotë rëndësi në anën ekonomike dhe jo vetëm, sepse është një moment mjaft i mirë dhe kjo do thotë surpriza në ekonomi, surpriza në lidhje me ndryshimet ose me gjëra të tjera që do të keni, por është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me shigjetar është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket shenjës së virgjëreshës, meqense mund të flasim shumë për virgjëreshën në lidhje me punën, një ditë, një javë sa më të mbar ju uroj. Është një javë me ulje ngritjet e veta, por në anën tjetër është momenti që juve mund të keni mundësitë të zgjidhni problematika të ndryshme, kohën që juve keni, momentin që juve keni, dhe është një moment mjaft ndryshues dhe koha
e duhur për zgjidhur problemin, koha e duhur për zgjidhur mundësitë që janë tani e tutje, është një moment shumë i mirë dhe pozitiv. Në anën tjetër, mund të ndikoheni në çështjet e punës, mund të ndikoheni në lidhje me vazhdimsinë, por meqense juve i flisni logjikës, dhe kjo janë shumë e mirë për përgjegjëshat, nuk sepse dinë çfarë do të bëjnë dhe dinë ku do të shkojnë, është momenti dhe koha e duhur mbi stabilizimin dhe ndryshimet e mëdha që vinë drejt çështjeve madhore, drejt ekonomisë dhe drejt gjërave të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të ditës së tretë është perfekta, pak vëmendje do të bëni me ujor të ditës së parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani në këtë periudhë është momenti dhe koha e duhur mbi stabilizimin, koha e duhur mbi një takim që mund të keni, një takim shumë të rëndësishëm ekonomiko-financiar, por meqense juve bëni pakujdes mos u nxitoni në ndryshime, që mund të keni, sepse është një moment mjaft i mirë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa gjëra shumë të rëndësishme, që lidhet me ekonominë, që lidhet me ndryshimin, me punën që juve keni, momentin që juve keni në anën tuaj, sepse është edhe si periudhë, edhe si kohë është e juaja dhe mund të diktoj në anën dhe pozicionimin e planeteve në ekonominë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të ditës së parë, është një periudhë shumë e mirë dhe pozitive në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep është diçka shumë pozitive, por mos harroni se me dash është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Akrepit. Për akrepët të duket se jo se kanë problem në lidhje me punën e tyre, ose nuk realizojnë diçka, supozojmë që kanë ngelur pas dore ekonomia, stabilizimi i saj, momenti, koha, periudha, por vjen një moment i ndryshimit, i ndikimit, i mundësisë art që keni, gjërat nuk i lini pas dore, por dini si e rregulloni ju. Është koha më e mirë e mundshme tani në fushën e punës, të biznesit, të karrierës dhe të gjërave të tjera. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem të ditës së parë, ujor të ditës së tretë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Mbi çdo gjë që doni, çdo gjë që keni në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep të ditës së tretë, është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shqiptarëve. Shqiptarët e dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë e juaja, momenti i mirë do ta thosha, sepse përkon me takimet e punës, përkon me ndryshimet të mëdha që keni. Një nga momentet janë më të mirat, sepse ndryshimet dhe vendimet që merrni juve është koha më e mirë e mundshme mbi takimet, mbi ndryshimet që vijnë në anën tuaj dhe momentet e duhura në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dashje të ditës së parë, lidhje me virgjëresht të ditës së tretë dhe me peshk, përgatitni dhe mos ju ndani, sepse është diçka shumë pozitive dhe momentale që njohje që bëni, një lidhje që bëni, dhe është dhe koha juaj më e mirë e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep të ditës së tretë, është periudha dhe koha më e mirë e mundshme këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dash dhe me virgjëresht është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Bricjapi. Për sa përket Bricjapëve, Bricjapët duket se kanë të mundësinë, periudhën e duhur, në lidhje me takime, në lidhje me çështjet vazhdimsi, do thoshë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive për sa përket zgjidhjes së problematikave që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dashje të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, është periudha mjaft e mirë, prandaj mund të zgjidhni gjërat siç dëshironi juve. Në çështjet që lidhen me udhëtime bashkim familjar, duket se është me dash dhe me virgjëresh. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë ujori. Për ujorët duket se ka diçka shumë të madhe tani, mund të zgjidhni problemin që keni pasur me ekonominë, keni pasur me persona të ndryshëm, por është koha juaj për të bërë zgjedhjen e duhur. Në çështje shpirtërore, pse jo, peshore është aja dhe zheja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për vishës e peshqeve, kombinimi mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që ndikoheni është momenti juaj. Është periudha që ndodhin gjërat ashtu siç juve dëshironi. Megjithatë, juve keni përballë virgjëreshën dhe kjo do të thotë bashkëpunim, në mënyrë bashkëpunimi me punën, me karrierën, me shumë gjëra që do të keni.
gjatë rrugtimit, gjatë gjërave që do të arrini, është dhe mundësia shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar, kanë të bëjnë me binjak, është diçka shumë e madhe e tepër surprizuese për juve të kësaj shenje, se është një moment mjaft i mirë, pozitiv në ekonomi, në stabilizime dhe në takimet që do të bëjnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me kafore duket të mbana. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kjo ditë që ndihmon, rezulton në çështjet madhore. Por nëse doni një parashikrim të detajuar, atëherë kemi pikërisht faqen roz. Aty mund zgjidhni çdo gjë dhe çdo gjë e keni në dorë juve kur bleni paketën në përkatës të blerjes, pastaj flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Unë ju uroj një ditë të mbarë, një javë të mbarë në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mira.